nuk ka të dhëna se çfarë kanë konkluduar, por në fund të këtij bisedimi ka qenë kjo vizitë e një karvani të gjatë duke vizituar këto pika. Dritan, nëse po shkojmë te këto parvaskena që sapo ti shpjegove shumë mirë, çfarë paremron kjo për Sirinë? Do ketë atë ndarje dhe nëse do shkojmë drejt një ndarje të Sirisë, do kemi luftra sërish në Siri apo nuk do kemi luftë në Siri sepse aktualisht nuk kanë për momentin ata cilët luftonin për të marrë pushtetin e kanë marrë pushtetin, nuk kanë kapacitete për të bërë luftë as me Izraelin dhe nuk kanë kapacitete për të bërë luftë aktualisht as me SDF-n, po do të ketë këto përplasjet e vazhdueshme, të cilat do të sjellin edhe përplasje sektare fetare. Pra, në çdo përplasje që kemi edhe përplasje fetare dhe sektare. Pra, kemi sunitët kundër druzëve, kemi sunitët kundër alevitëve, kemi sunitët kundër kurdëve. Dhe çfarëdo lloj përplasje është kontroll territori. Dhe çdo lloj kontrolli territori vjen me lëvizje demografike të popullsisë. Në të tilla raste. Pra dhe kjo do të vazhdojë, secili për të kontrolluar territorin e tij dhe për të mbajtur territorin e tij. Pra do të kemi këto përplasje të vogla, por nuk do të kemi një përplasje të madhe sepse asnjëra palë nuk ka kapacitetet dhe nuk ka përkrahjen për të bërë një përplasje të madhe. Por këto përplasje të vogla ju interesojnë këtyre fuqive rajonale, siç Izraeli dhe Turqia. Ahmet al-Shara do të ketë përkrahjen e Saudisë, sepse Saudia është kundër turqëve kryesisht dhe pastaj kundër izraelitëve që avancojnë atje, pra secili do interesohet nga këto vendet për të ushtruar fuqinë e tij, pushtetin e tij në Siri dhe për treguar se unë e kontrolloj Sirinë. Ndërkohë që Ahmet al-Shara para 3 ditësh ka bërë një marrëveshje, qeveria e tij ka bërë një marrëveshje me qeverinë amerikane për shfrytëzim të përbashkët të pikave të naftës dhe të gazit që kanë aktualisht amerikanët. Në atë dhe është rënë dakordësisht që do të vazhdojnë të menaxhojnë këto pika nga kompanitë amerikane, janë 2 kompani amerikane, Jarova si kanë emrin ato 2 kompanitë amerikane dhe po tashmë është bërë marrëveshje që deri më tashti çdo lloj gazi dhe nafte që dilte nga ajo merrte në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse tashmë kanë rënë dakord që do jetë 50 me 50. Dakor, Dritan. Tjetër gjë që po ndodh në lindjen e mesme është fakti që të paktën sipas Financial Times më duket ka informacione që Rusia ndodhet po jep ekspertizë, le të themi, ushtarake Iranit për krijimin e një bombe bërthamore pa patur nevojë për një provë, për një shpërthim, paktën me aq sa lexova, nuk e di sa i saktë jam. Po e kam lexuar, nuk është e vërtetë, është e gjitha një sajesë në këtë aspektin për të krijuar mundësinë për të sulmuar Iranin, pra është në tentativën për të krijuar idenë se Irani po bën bombë bërthamore, pra po bën testime bërthamore sepse nuk kanë si justifikojnë asnjë sulm tjetër ndaj Iranit dhe e bëjnë këtë gjë për të implikuar aktualisht edhe Rusinë në të gjitha këto dhe për të detyruar është të gjitha ky shkrimi që ka dalë një ditë përpara se dilte plani i paqes. Pra janë të gjitha të lidhura. Po. Pra janë të gjitha të lidhura për të bërë presion Rusisë për të pranuar planin e paqes. Këtë lloj plani, pra këtë kapitullim që i kanë ofruar Rusisë dhe afrojnë si plan paqe. Nuk është e vërtetë, po nuk është e vërtetë, për arsye sepse rusët aktualisht kanë një marrëveshje për zhvillime bërthamore, për zhvillimin e energjisë bërthamore në këtë marrëveshje që është bërë në 2023, nëse mbani mend, një marrëveshje me Iranin, dhe në të përcaktojnë qartësisht janë vetëm për zhvillim të energjisë bërthamore, jo të bombës bërthamore. Pra kanë përcaktuar qartësisht, në rast se duan t'ju japin ata ju japin bombën bërthamore, pra nuk është një çudi e madhe për t'i dhënë, por kanë vendosur që mos ta japin Iranit bombën bërthamore në këtë aspekt. Dhe ajo çfarë po bëhet, po krijohet ideja nëpërmjet këtyre mediave perëndimore, të cilat janë në shërbim të këtyre të këtij klanit pedofilëve që po duan t'i vënë flakën gjithë dynjas, pasi i kanë gjetur me brekut nëpër këmbë, i kanë tashmë. Edhe është në këtë aspektin dhe deri më sot për të bërë një test bërthamor, ti do bëj një test bërthamor dhe do kishte tërmete, do kishte një radioaktivitet dhe ti e dalloje. Dhe tashmë Rusia dhe Kina, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra janë 3 vende të cilat mund të bëjnë teste bërthamore me lazer pa pasur këto pasojat e tjera dhe ti e teston me anë të lazerit bombën bërthamore dhe të kapacitetet e saj. Mund ta bësh nëpërmjet kësaj. Pra është e realizueshme, nuk është e realizueshme. Pra Kina, Rusia dhe Amerika e kanë. Këto e bëjnë vazhdimisht këtë punë. Pra çdo vit i testojnë bombat e tyre bërthamore në këtë aspekt. Nëpërmjet këtyre. Nëpërmjet saj, pra nuk është përthip, e testojnë nëpërmjet tyre. Pra është pjesë e plan programi tyre për të mbajtur në gjendje gatishmërie bombat e tyre bërthamore. Për të parë janë të gatshme, janë të afta, janë të ashtu. Pra këto të treja e kanë këtë punë, e bëjnë çdo vit këtë punë. Pra nuk është diçka që se bëjnë këto të treja.
Dhe tashmë ti për të justifikuar një ndërhyrje duke qenë se Irani nuk mund të bëjë, pra dhe ata e dinë shumë mirë që nuk ka bombë bërthamore që të bëjë një shpërthim as të nëndeshëm, e cila do të krijonte këto pasojë të tilla dhe do mund ta dallojë, atëherë po merr teknologji të tillë, po është e pamundur që unë nuk besoj që rusët, kinezët, amerikanët po e çojnë këtë teknologji diku tjetër. Pra amerikanët këtë lloj teknologjie nuk ja kanë dhënë as izraelitëve. Pra izraelitët nuk e kanë këtë testim. Të mundësi për të testuar në këtë formë. Nuk e kanë këtë mundësi. As Korea e Veriut nuk e ka këtë mundësi për të testuar. Pra edhe Korea e Veriut e ka kërkuar dhe me gjithë marrëveshjen e përbashkët për mbrojtje që kanë marrëveshje për mbrojtje. Rusia me Korean e Veriut këtë teknologji nuk ja ka dhënë. Dhe deri tash nga të gjitha faktet jam i bindur që nuk ja ka dhënë dhe nuk ka pritur dhënë as Iranit, sepse nuk ka me Iranin marrëveshje mbrojtje. Ka marrëveshje ushtarake, po jo marrëveshje mbrojtje. Pra që ti të bësh luftën hy për ty. Jo, po ndërkohë që kemi gjithë këto zhvillime, Dritan, kemi një marrëveshje me Arabinë Saudite, e ngjashme, marrëveshje qoftë ushtarake, qoftë bërthamore. Marrëveshja me Arabinë Saudite nuk është bërë thjesht për energji bërthamore dhe jo, dakor, jo, me që jemi në kushtet e një, le të themi, e marrëveshjeve të mëdha që Trump po bën me Sirinë, me Arabinë Saudite. Nuk janë marrëveshje të mëdha, nuk janë këto janë marrëveshje të mëdha. Këto janë pjesë e mashtrimeve që Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë për të mbajtur hegemoninë në atë territor dhe gjitha këto lajmet që po dalin për të goditur Iranin. Absolutisht është një plan, po ky plan nuk është për Iranin, nuk do e godisi dot, nuk do e godasi as Arabia Saudite dhe as vende të tjera. Iranin do e godasi Izraeli me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Anglinë dhe me pjesën tjetër të Evropës. Duhen aleat të tillë si Turqia, Siria, nuk i kanë munguar të aleatët asaj. Pra ai ka pasur gjatë gjithë kohës, gjatë kohës që goditi Iranin. Mos jemi në një moment, le të themi, kritik për shkak se Irani dhe në bazë të asaj që kemi diskutuar edhe këtu është bërë Chelsea që do shkoj si hesh, domethënë për të ndarë Rusinë edhe Kinën bashkë me ato vendet që ajo është një dëshirë edhe opsione të cilat dëshira apo plan? Shiko, dëshira dhe plane, pra janë edhe dëshira edhe plane që kanë bërë për këtë punë, po janë të paralezueshme. Por qëllimi kryesor i tyre është që të sulmojnë Iranin, pra që të rrëzojnë qeverinë Iran. Dhe pse të mos mendojmë që Rusia ka interes që ta ruaj Iranin aty si pengesa kryesore për të mbajtur Amerikën larg zemrës së tokës. Absolutisht ka interes. Por ama është në kushtet e plotësimit të këtij interesi nëpërmjet gjërave konvencionale, pra nuk kanë nevojë për bombë bërthamore, sepse kjo bombë bërthamore nesër ndaj kujt do përdorej. Pra në rast se Irani do merrte një bombë bërthamore ndaj kujt do përdoret? Ndaj Izraelit. Atëherë do ta bënte këtë rajon të pabanueshëm. Ta nuk hynte më në punë askujt kjo rajon. Do sillte një balancë fuqish. Jo, nuk ka nevojë për të sjellë balancë fuqish sepse nuk i intereson balanca e fuqisë në këtë rajon Rusisë, i intereson kjo angazhim amerikan në këtë rajon për ta mbajtur Amerikën të angazhuar në mënyrë që duke qenë në këtë angazhuar harxhimet e Amerikës dhe kapacitetet e Amerikës rrëshkasin, pra kapacitetet fillojnë duke rënë dhe harxhimet janë shumë më të mëdha. Dhe e mban të angazhuar në këtë rajon. Pra e mban të angazhuar, sa më shumë ta mbash të angazhuar armikun tënd në disa vende, në disa opsione, aq më i dobët bëhet ai dhe aq më i paaftësh të funksionojë në rast të një krize nesër. Dakor, është strategji po thua që Rusia e përdor. Dritan, ndërkohë herën e fundit që ishim bashk, tham që Donald Trump nuk do ta shiste kur F-35-ën të Arabisë Saudite, ndërkohë patëm një marrëveshje shumë të rëndësishme, F-35-at, pavarësisht se të paktën në portalet izraelite thuhet që nuk janë të ngjashme me ata që ka Izraeli, por Donald Trump ka vendosur që t'ia shes këto avion, është lidhur marrëveshja. Si e vlerëson këtë moment, ndërkohë që kemi folur për rrezikun e marrjes? Unë vazhdoj të qëndroj asaj që aktualisht nuk kemi një marrëveshje të lidhur, kemi një marrëveshje gojore, po një kontratë. Pra kontrata të lidhura nuk ka. Janë armë të cilat i përkasin sigurisë kombëtare dhe duhet të kalojnë, këto shite duhet të kalojnë nëpërmjet Kongresit. Pra është e pamundur, pra pavarësisht asaj që mund të firmosë presidenti, edhe pse nuk e ka firmosur, pra nuk është firmosur. Është marrëveshje gojore. Ajo çfarë është firmosur është vetëm marrëveshja për energjinë, për zhvillimin e energjisë bërthamore. Por jo për pasurim uraniumi, është përcaktuar tekstualisht. Po, dakord, për atë jam dakord unë. Dhe e kam fjalën për avionët. Edhe për avionët unë vazhdoj të qëndroj asaj që kam thënë që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do japin avion F-35
Arabi Saudite. Ajo çfarë do të ndodhi në fund fare do të jetë vendosja e disa avionëve F-35 amerikanë në Arabinë Saudite, me kushtin që në çdo kohë që ato do fluturojnë, radarët saudit nuk do funksionojnë, do mbeten të mbyllur. A e vendos kjo Arabinë Saudite për sa i përket, le të themi, të qenurit një shtet special për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu siç është edhe Izraeli? Jo, nuk e vendos në aspak në atë, nuk i jep një lloj specialiteti, biles e degradon në atë aspekt sepse un po të jap ty avion dhe në momentin që ti do ta përdorësh të avion, edhe pse ky është joti, pra edhe në rast se do t'ia shesi këtë avion të degraduar, edhe në rast se ti do ta përdorësh sipas kushteve që un t'jap. Pra, ti nuk ke asgjë speciale në këtë moment. Pra, kushtet e kryesore janë që në momentin që këta avion ndizen, në momentin që këta fluturojnë, radarët e Arabisë Saudite do të jenë të mbyllur dhe do të funksionojnë vetëm radarët amerikanë të raketave Patriot, të sistemeve Patriot që ajo ka. Dhe kjo është gjetur si manovër? Kjo është vetëm mënyrë si manovër, por kjo nuk t'i jep ty sovranitet mbi atë çfarë ti ke bler dhe me atë çfarë ti posedon. Ndërkohë, Dritan, një lajm interesant që po lexoj tani, që kam Netanyahu i cili thotë që pozicioni jonë në lidhje me, ta lexoj të konkretisht, Netanyahu për faktin që dhe Turqia mund të marrë F-35. Furnizimi me F-35 ndaj tyre është diçka që do të ndodhë shumë shpejt. Nëse do të ndodhë. Pozicioni jonë mbi këtë çështje është siç është pozicioni jonë për sa i përket raportit me Shtetet e Bashkuara, me Arabinë Saudite. Pra, sa mundësi ka që edhe Turqia të marrë F-35? Turqia ka shumë të lehtë mundësinë për të marrë, sepse Turqia radarët i ka radar të NATO-s, pra është vend i NATO-s dhe nuk ka atë mbrojtjen kontrollore ruse që ka marrë S-400 nuk e ka vënë asnjëherë në veprimtari dhe nuk e ka vënë në funksionim, pra nuk e ka funksionale. Po. Dhe nuk rrezikon asgjë. Po edhe në momentin që i shitet në aspektin që në aspektin që duhet heqi dorë nga S-400. Dhe heqja dorë nga S-400 është një proces i cili ka nisur aktualisht. Turqia ka nisur një negocim me Rusinë dhe Rusia po kërkon ta riblej, pra. Sepse nuk e lejon ta shesin asnjë vend tjetër, nuk lejon ta çojë në asnjë vend tjetër, vetëm ta riblej. Dhe është një negocim i cili ka nisur ka pothuajse mbi 2 muaj që palët po negociojnë për riblerjen e kësaj e këtij sistemi S-400 që ka blerë Turqia nga Rusia, për arsye se Rusisi duhet për t'ia dhënë indis se ka një marrëveshje me Indinë për shitjen e S-400-ve dhe po vjen afati dhe nuk është në gjendje të japi sasinë e programuar që ka pasur, sepse ato që ka prodhuar disa tjera i ka përdorur për nevojat vetat në luftën aktualisht në Ukrainë dhe duhet të zëvendësoj pra këtë. Dhe gjitha kjo mund të shkojë, pra Turqia ka shumë thjesht ta marrë në momentin që bien marrëveshje për t'ia rishitur Rusisë, në momentin që Rusia e merr, automatikisht nuk ka asnjë problem për t'i dhënë F-35 të Turqisë. Dritan, jo rastësisht dola te Turqia për të diskutuar në lidhje me një test historik që e konsideron Turqia nëpërmjet një Bayraktar Kizilelma që ka shënuar goditjen simuluar ndaj një avioni F-16, që është avioni i parë luftarak të paktën, si kjo është sipas TRT-s, luftarak pa pilot i Turqisë. Si e vlerëson këtë zhvillim? Çfarë është ky, le të themi, ky avion pa pilot? Është një avion pa pilot që kanë prodhuar para 5 vjetësh në vitin 2019. Është prodhon kompania që prodhon Bayraktarët, po quhet KZLMA, pra molla e kuqe, e thonë ata. Molla e kuqe. Po. Është pa pilot, avioni është në fazën e testimeve, pra nuk kanë mbaruar testimet e fluturimeve të pa armatim dhe testimet e fluturimeve vetëm. Aktualisht kanë filluar testimet e fluturimeve në grup dhe testimet e fluturimeve me armatim. Dhe këtë radhë është bërë një testim fluturimi me 2 avion F-16, pra fluturim në çift, të fluturojnë paralel me njëri tjetrin, të bëjnë ushtrime bashkë në çift, pra të funksionojnë normalisht sikur është një avion tjetër me pilot, por ky është pa pilot, pra. Janë pjesë e testimeve që bëhen për avionet, për gjithë llojet avionëve. Për F-16-ën thotë. Dhe është bërë me F-16-ën dhe kanë fluturuar bashkë me një avion F-16 në çift dhe një avion tjetër ka luajtur rolin e armikut dhe ka arritur që radari që ka në bord ky droni, ky avioni dron që kanë prodhuar turqit, ta identifikojë
avionin F-16 tjetër turk në një distancë prej 40 kilometrash, prej 48 kilometrash dhe ka simuluar edhe goditjen me një raketë që posedon ky avion, që quhet për këtë lloj avioni quhet raketë përtej shikueshmërisë, pra beyond visual range, që quhet ajo. Dhe simulimi ka ndodhur, pra simulohet goditja dhe sipas simulimit ka rezultuar e efektshme goditja. Pra është pjesë e kësaj derisa ti të bësh këtë të efektshme. Pra normalisht që për industrinë e prodhimit kjo është një hap i madh për industrinë e prodhimit, po është një hap normal në procesin e standardizimit të procedurave të fluturimit, procedurave të luftimit të çdo lloji avioni. Pra është proces normal, është proces normal dhe i detyrueshëm, është proces normal dhe i detyrueshëm, sepse në rast se ti kërkon ta përdorësh këtë së bashku me avion të tjerë, të cilët janë me pilot dhe ky do fluturojë pa pilot për krah tyre, pra ti duhet ta integrosh. Dhe ka ndodhur ky integrim. Në këtë dhe për industrinë që e prodhon është një hap i rëndësishëm për industrinë që e prodhon. Po për Turqinë si le të themi në këtë garën e armatimeve që është hapur dhe në këtë autonominë që po kërkon Turqia. Turqia e ka këtë autonomi, e ka pasur këtë autonomi, është një nga vendet e NATO-s e cila ka një autonomi të tillë, pasi edhe F-16 aty prodhon vet, pra nuk i merr nga kështu, merr licencën dhe i prodhon vet, edhe F-16 aty ka prodhim të saj. Ka pasqitur dikur F-16, pra belgët kanë bler F-16 që kanë belgët janë prodhim turk. Avionat F-16. Që ka Belgjika. Pra Turqia e ka gëzuar këtë lloj autonomie të industrisë ushtarake të saj, vazhdon ta gëzojë dhe plus ka prodhuar edhe industrinë e vet ushtarake dhe ka ecur përpara me industrinë e vet ushtarake. Por po mundohet të hyrë, nuk ka hyrë në garën e armatimit, po mundohet të hyrë në tregtinë e armatimit. Nuk është garë, po jo, nuk është garë, është tregti e armatimit dhe me këto prodhime po mundohet të hyrë në tregtinë globale të armatimit. Prandaj kanë rëndësi këto teste dhe janë të rëndësishme për industrinë që e prodhon. Por është një proces i detyrueshëm dhe i bërë ky. Pra nuk është diçka e jashtëzakonshme, është e jashtëzakonshme për industrinë sepse ka arritur një sukses, pra ka arritur në një nivel, por për çështjet e aviacionit kjo është një proces i detyrueshëm për t'u bërë. Dritan, të falenderoj shumë që të kishe, si gjithmonë. Në këtë pjesë të dytë të emisionit është bashkuar me mua Endri Tafani, politolog, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Endri, kënaqësi që të kam. Gjithashtu. Krejt Këlliçi, pedagog i shkencave politike në Universitetin e Tiranës. Krejt, kënaqësi që të kam. Si gjithmonë. Endri, do ta nisim fillimisht të diskutojmë pak planin e le të themi 28 pikësh që ka dalë së fundmi si një propozim për Ukrainën. E kemi edhe pas meje në disa terma, sepse ishin shumë. Si e vlerëson nëse do mund të hyjmë ta diskutojmë në çdo pikë, por fillimisht këtë moment për ta kuptuar çfarë po ndodh, a jemi në fund të luftës, a është ky një le të themi një episod që parajmëron edhe përfundimin apo një paqe të mundshme pas ashtu si në Gaza? Tani nuk më duket se është ndonjë situata njëherë midis Ukrainës dhe Rusisë është ndryshme në situata në Gaza për shumë arsye, edhe për raportin e forcave, edhe për çështjet që janë, po themi, duke u diskutuar. Në Gaza nuk diskutohet që, po themi, Izraeli të marrë një pjesë të territorit palestinez. Pra, Izraeli nuk e ka kërkesën e vet që të thotë unë do marr ripin e Gazës, do e aneksoj dhe bota të më njohë që ajo pjesë e Gazës të jetë e imja. Pra, kërkesa është ndryshme. Jo, kam fjalën për paqe më shumë se sa për kontekst. Pra, nuk ka pretendime territoriale ndaj Gazës. Në ana tjetër, nuk është Gaza, do të thonë Palestina, nuk është ndonjë shtet i njohur ndërkombëtarisht antar i OKB-s në cilën kufit janë të njohur si paprishmëria e Ukrainës, po. Plus, dhe çështja aty është ndryshme nga fakti që përfshihet një fuqi e madhe antar i Këshillit të Sigurimit, siç është edhe Rusia. Pra, çështjet janë të ndryshme. Dhe duke qenë se çështjet janë të ndryshme dhe rëndësia normalisht është e ndryshme në të dy rastet. Në rastin e çfarë kemi në këtë rastin e Ukrainës, një nga po themi
kjo është një nga përpjekjet e radhës së Trump për t'i dhënë, po themi, fund konfliktit sipas mënyrës si Trump e mendon. Po. Praktikisht kjo është po i kërkohet zëre se ka ardhur nga Putini, domethënë nuk e di se çfarë negociate mund të jetë bërë në këtë diskutim, në gjithë këtë këtu, sepse praktikisht janë kërkesat e Rusisë që na fillimi i luftës. Pra, kërkesat e Rusisë janë që Rusia të mbajë ato territoret që i ka zënë dhe që i ka futur dhe në kushtetutë. Ato territore të njihen ndërkombëtarisht, Rusisë të hiqen sanksionet, Rusia të kthehet në rendin botëror, mos ketë asnjë përgjegjësi për një pushtim dhe marrje me dhunë të një territori të një vendi tjetër. Në krau tjetër ka vetëm penalizime për Ukrainën, humbet territor, nuk